Futini këmbët në ujë të ngrohtë me uthull molle çdo natë dhe do të surprizoheni nga ajo që do t'ju ndodhë. Uthulla e mollës është një mënyrë praktike që mund të sjellë shumë lehtësime në përditshmërinë tuaj. Uthulla e mollës është një element që mund të gjendet kudo. Kur është fjala për këmbët, është treguar gjithashtu se mund të ndihmojë në zgjedhjen e disa problemeve siç janë aromat e pakëndshme të tyre, gjithashtu këmbët e atletit dhe shumë më tepër se kaq. Andaj, në këtë video do të tregojmë disa nga përdorimet se si mund të lehtësoni përditshmërinë tuaj me përdorimin e uthullës së mollës. Vetit acidike të uthullës së mollës mund të ndihmojnë në zbutjen e lëkurave tuaja të këmbëve dhe gjithashtu edhe të sjellin shumë përfitime në këtë aspekt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj, përdorimet e saj në përditshmëri mund të jenë një lehtësim i shëndetit tuaj. Uthulla e mollës ofron përfitime të mrekullueshme thjesht duke e përdorur atë të paktën një herë në këmbë duke aplikuar çdo javë. Ndonse era e saj nuk mund të tërheqë shumë, funksionon me të vërtet edhe te disa njerëz që mund të lehtësojë problemet e përditshmërisë së tyre. Vetëm mos harroni se ky produkt do ju ndihmojë të eliminoni bakteriet e këmbëve dhe gjithashtu të përmirësojë dukjen e tyre. Uthulla, ashtu si shumë njerëz e dinë, mund të përdoret për të luftuar problemet e frymëmarrjes, të tretjes gjithashtu edhe të humbjes së peshës. Nëpërmjet përdorimeve të tjera të uthullës së mollës mund t'ju kujtojmë disa. Ajo na ndihmon edhe në zvogëlimin e erës së keqe të këpucëve, ndaj përfitimet kryesore do të jenë vërtet të larmishme. Por ne do të flasim se si mund të përdorim uthullën e mollës për të lehtësuar problemet e këmbëve. Sigurisht që tashmë kemi dëgjuar për këtë teknikë edhe për përparësitë që ajo mund të sjellë në shëndetin tuaj. Varësisht se si e përdorni atë, rezultatet do të jenë vërtet të mrekullueshme. Dushi i këmbëve me uthull molle do të bëhet me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë që mund të bëni është të shtoni erza ose madje edhe kripra aromatike. Kështu mund të përfitoni më shumë për këmbët tuaja. Disa rezultate do të jenë të jashtëzakonshme. Ju do të vini re se si këmbët tuaja do të bëhen gjithashtu më të buta dhe pas disa ditësh do të zhdukni edhe aromat e pakëndshme tipike të tyre, dhe mbi të gjitha do të keni këmbë më të shëndetshme dhe pa kallo të tyre. Ngrohni ujin nga 15 deri në 18 gradë, vendosni këtë ujë në një enë ose në një legen, mbajini këmbët në të për të paktën 30 minuta. Në këtë ujë si fillim duhet të keni tretur një gotë me uthull molle, dhe gjithashtu përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë të larmishme. Nëse preferoni mund të shtoni edhe vajrat esencial të livandos për të përmirësuar edhe aroman e këmbëve dhe për të stimuluar gjithashtu një gjumë më të rehatshëm dhe më të shëndetshëm gjatë natës. I mbani këmbët të zhytura në këtë përbërje për të paktën 15 deri në 30 minuta dhe nuk do të zhgënjeheni me përfitimet që do të keni. Uthulla e mollës është ndër mënyrat që ato mund t'i japin përfitime në lëvizshmërinë tuaj të përditshme. Kështu, mund të ndihmojë kundër një sër aspektesh si nga kuzhina deri te përdorimet në hapësirat e gatimit dhe të shijimit. E pasur kryesisht me kalcium e magnez, potas, flor, fosfor, gjithashtu vitaminën A, B1, B2, B6, C, acid acetik, pektin, beta-karotin e të tjera, ky produkt mund të japë lehtësime në përditshmërinë tuaj dhe të ndihmojë gjithashtu edhe në pastrim edhe në higienë. Sot në këtë video do ju sjellim një përdorim të uthullës së mollës që ndoshta e keni harruar ose nuk e keni dëgjuar më parë. Siç e dini, këmbët janë pjesa më ekspozuar e trupit gjatë verës. Shapkat me gisht ose sandalet janë shumë komode, por kjo mund t'i ekspozojë këmbët tuaja vazhdimisht gjatë plurit ose edhe djersës dhe mund të kontaminojë më shumë problemet e tyre. Prandaj në këtë video do ju tregojmë se si të përdorni uthullën e mollës duke i mbajtur këmbët tuaja në këtë përbërje për 30 minuta dhe cilat janë përfitimet më të mira që do të merrni pas këtij trajtimi. Uthulla e mollës mund të lehtësojë mykun e këmbëve dhe thonjt e cila mund t'i kenë krijuar edhe këto dëmtime.
Uthulla e mollës ka një përmbajtje të acidit acetik i cili ka veti antibakteriale, gjithashtu edhe anti-inflamatore, dhe mund të lehtësoj mikroorganizmat që shkaktojnë erën tuaj të këmbëve, gjithashtu edhe problemet e mësipërme. Në një enë, siç e shpjeguam edhe më herët, shtoni 2 lugë kafeje uthull molle në ujë. Uji duhet të jetë i vakët derisa të durojë në këmbët tuaja. Gjithashtu, i fusni këmbët në këtë përbërje dhe i mbani për 30 minuta. Ky veprim, duke u përsëritur të paktën 3 herë në javë, do t'japë rezultate mjaft të mira kundër mykut të këmbëve dhe thonjve, dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni do t'jenë edhe më të mira në shëndetin e tyre. Do të eliminoni gjithashtu edhe luthat e këmbëve duke e përdorur këtë trajtim. Luthat e këmbës ndryshojnë nga ato të cilat formohen kryesisht edhe në pjesën e duarve, ose ato janë në masë lëkurës së vdekur të cilat shfaqen kryesisht edhe gjatë gjithë problemit që mund të keni hasur në këmbë. Shtoni ujin në uthull molle në një legend dhe mbajini këmbët në të për 30 minuta. Më pas, i thani me një peshqir dhe i fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njomur me uthull molle. Kështu përfitimet e saj në higjienën tuaj të këmbëve do të jenë të menjëhershme dhe gjithashtu edhe të larmishme, duke lehtësuar kështu problemet e lythave të këmbëve. Eliminoni gjithashtu kruajtjet e këmbëve dhe neutralizoni mbi të gjitha aromat e këqija të tyre. Kruajtësit e këmbëve shkaktojnë si pasojë çrregullimeve të pahashit në lëkurën e këmbës dhe si pasojë e saj rritjen edhe bakterie të ndryshme në të, duke shkaktuar çrregullime të bakterieve të lëkurës dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Ndiqni praktikën e mësipërme njësoj si më herët. Duke i mbajtur këmbët tuaja për 30 minuta në këtë përbërje, do ta keni më të lehtë të menaxhoni shqetësimin tuaj dhe të evitoni gjithashtu edhe kruajtjet e këmbëve. Ndjekja e këtyre praktikave në kushte shtëpie mund të ndihmojë në qetësimin e këmbëve të cilat kruhen vazhdimisht dhe gjithashtu do t'jap shputave tuaja një higjinë më të mirë. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes uthulla e mollës dhe të mos aplikohet në vende ku keni prerje ose edhe probleme të thella të tyre. Kallot e këmbëve janë vërtet të bezdishme, të shëmtuara dhe në disa raste ato mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme me qelizat e vdekura të lëkurës, duke krijuar kështu një problem i cili në përditshmëri mund t'ju krijojë edhe shqetësime. Kallot e këmbëve mund të vinë si pasojë e krijimit të ngurtësimit të qelizave të vdekura të lëkurës së këmbës dhe ngurtësimit të tyre. Ato shfaqen zakonisht anas këmbëve, ose edhe në pjesën më të madhe shkaktohen nga këpucët e ngushta të cilat fërkohen vazhdimisht në këmbët tuaja. Faktorë të tjerë të cilët krijojnë këto keqformime janë kockat, aktivitete fizike, sportive e të tjera. Dhe gjithashtu, ato mund të krijohen si pasojë e moslarjes së duhur të këmbëve ose një higjiene jo të mirë të tyre. Andaj ndjekja e duhur e trajtimeve në kushte shtëpie dhe higjiena e mirë e këmbëve është çelësi më i mirë që mund të ndihmoni shëndetin e tyre dhe të lehtësoni komplikacionet e kallove. Kallot në këmbë mund të trajtohen në mënyra natyrale. Një prej tyre është edhe përdorimi i pastës me sodë buke. Shtimi i sodës së bukës në vaskën për këmbët tuaja mund të ndihmojë në lehtësimin e krijimit të këtyre komplikacioneve. Mund edhe të përzjeni sodën e bukës me ujë derisa të formohet një pastë dhe vendosni atë në lëkurën e këmbëve, e mbani për disa minuta dhe më pas i lani këmbët me ujë të rrjedhshëm dhe të ngrohtë. Zhytini këmbët në përbërje të çajit, do ju ndihmojë të lehtësoni këto shqetësime. Çaji është shumë i mirë edhe për këmbët tuaja. Duke e ngrohur atë dhe duke i mbajtur këmbët në këtë përbërje, të cilët mund ta keni krijuar me bustina të ndryshme të çajit, siç është për shembull edhe çaji i kamomilit, do ju ndihmojë që të keni një higjienë më të mirë të shputave të këmbëve, të lehtësoni kruajtjet e tyre dhe gjithashtu të përmirësoni dukjen e tyre. Por nëse gjendja juaj është kritike, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të marrë një trajtim të specializuar dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e mundshme. Vëmendje.
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, të juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.